Bilal Kasami nga koalicioni Vlen ka ironizuar me letrën e kreut të BDI-s Ali Ahmeti drejtuar ndërkombëtarëve. Sipas Kasamit, letra e Ahmetit është dërguar edhe në hënë me anien kozmike Artemis 2, duke shtuar se këtë letër ai e ka bërë pas 20 vitesh dështim me menaxhimin e institucioneve dhe qeverisë. Po ndëgjova që një letër të tillë ka nisur edhe për në hënë në misionin Artemis, kështu që Ali Ahmeti ka mbetur që të kundërshtoj vetveten. Për 20 vite dështim, sot është zgjuar nga gjumi, mirë që është zgjuar nga gjumi, por duhet t'i tregoj dikush që ende është në jermi dhe nuk është në realitet. Kujtojmë se dje kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka përcjell letrën e tij të hapur komunitetit ndërkombëtar të akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe liderëve botror dhe personaliteteve të shquara ndërkombëtare. Në hyrje, Ahmeti thekson për kushtimin e vazhdueshëm të BDI-s ndaj zbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit, ndërtimit të një shteti demokratik dhe multietnik, si dhe integrimit euroatlantik në vend. Ai shpreh shqetësimin për zhvillimet e fundit politike që prekin këto arritje, për fshirheqjen e mekanizmit të balancuesit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të komuniteteve, sfidat në funksionimin e institucioneve që zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe iniciativat për minimin dhe kontestimin e këtij ligji në gjykatën kushtetuese. Përmes kësaj letre, kryetari Ahmeti kërkon angazhimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të partnerëve ndërkombëtar për ruajtjen e arritjeve të marrëveshjes së Ohrit, forcimin e stabilitetit dhe avancimin e perspektivës euroatlantike të Republikës së Maqedonisë së Veriut.